Për herë të parë që prej muajit gusht të këtij viti euro ka zbritur në kuotën e 140 lekëve, ndërkohë që leku shqiptar është forcuar ndjeshëm. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, të premte moneda europiane shkëmbyer me 139.8 lekë. Ekspertët shpjegojnë se dy janë arsyet kryesore të dobësimit të euros dhe forcimit të lekut. Së pari euro në tregjet ndërkombëtare po shkon drejt rënies më të madhe 2 javore në më shumë se një vit, pasi Standard & Poor's uli renditjen e kredisë së financës duke shtuar presionin mbi monedën e përbashkët, pas vendimit të dieshëm të Bankës Qendrore Europiane për uljen e normave të interesit në nivele minimale rekord prej 0.25%. Faktori i dytë ka të bëjë me kërkesën në vend. Këto ditë në tregun vendas kërkesa për lekë ka qenë lart kryesisht nga sistemi bankar, ndërkaq që ekspertët parashikojnë që euro të mos shënojë me kuota të larta në të ardhmen. Ata argumentojnë se pas vendimit të papritur të Bankës Qendrore Europiane për uljen e normave të interesit në bursat ndërkombëtare, euro pritet të kuotohet i lirë duke fshirë fitimet e muajit të fundit. Ndërsa në tregun vendas kërkesa për valutë parashikohet të jetë e dobët, pasojë e rënies së kërkesës nga gatshëlsimi i konsumit dhe të kurrjes së vazhdueshme të importeve përgjatë këtij viti.